Edhe ata do të jetë një moment që xhenetlit do të përjetojnë mirësinë më të madhe, derdhjen e kënaqësisë së Allahut mbi ta. Pastaj vjen një takim tjetër, që është takimi i shikimit Allahu xhallal xhelalu, që do të jetë dhe mirësia më e madhe dhe bekimi më i madh që do të përjetojnë banorët e xhenetit. Thot mlidhen banorët e xhenetit në një takim që i ka ftuar Allahu për herë dytë, herë tjetër. Dhe i thot o banorët e xhenetit, kam bet më që thonë o Zot s'ka gjë, edhe kënaqësinë tate e derdhën mbi ne. Thot mos doni gjë tjetër o robët e mi, dhe mlidhen xhenetlit, vlera e dijes, afrohen tek pejgamberët dhe tek dietarët. Çfarë t'i kërkojmë Zotit? Dhe bin të gjithë në një mendje, inspirim për Allahut, bin të gjithë në një mendje. Kërkesa e tyre vetëm është erina wajhaka nanzuru ilejk. Gjithë banorët e xhenetit në një mendje dhe në një zë i thonë Allahut, o Allah, na mundëso të shohim fytyrën tate. Thot, në atë moment e largon Allahu perden dhe njerëzit shohin fytyrën e Allahut xhallal xhelalu. O vëllezër, fytyra e Allahut në jetën e kësaj bote është e pamundur me u pa. I dërguari i Allahut sallallahu alaihi wasallam ka thënë natën e Isras dhe Mirazhit, o pejgamberi i Zotit i thanë, a e ke pa Zotin? Tha jo, ku mund ta shohësh Zotin? Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ku mund ta shohësh Zotin tha? Mes meje dhe ti ishte një perde drite. Nëse Zoti, gjoje, nëse Zoti do ta largonte perden e dritës nga fytyra e tij, vetëm vezëllimet që lëshon fytyra e Zotit do të viznin çdo krijesë të tij. Ndërsa në xhenet është muhabet tjetër. Njerëzit kanë fuqinë me e përjetu këtë lloj nuri dhe këtë lloj drite. Hiqet perdja dhe thotë, nuk ka gjë më të dashur për banorët e xhenetit se sa shikimi i fytyrës Allahut. S'ka gjë më të bukur, s'ka gjë më të mirë për xhenetlit.